Një aksident i rënd rrugor ndodhi mbrëm në aksin Drashovicë-Kot, ku humbën jetën 2 persona në vendngjarje: 30-vjeçari Adja Lusha, i cili drejtonte automjetin tip Mercedes-Benz, dhe 40-vjeçari Esad Brahimaj, pasagjer në automjetin tip Ford. Një pasagjer tjetër, Andrea Begaj, 40 vjeç, u transportua me urgjencë në spitalin e Vlorës në gjendje kritike, por nuk arriti të mbijetojë dhe ndroi jetën gjatë natës. Forca e përplasjes ishte e tillë saqë mjeti u deformua, ndërsa trupat e viktimave u nxorën nga zjarrfiksit me mjete speciale. Policia dyshon se shkaku kryesor i aksidentit ka qenë shpejtësia tej normave të lejuara, sidomos automjeti tip Ford, i cili dyshohet se ka kaluar në krahun e kundërt të rrugës. Hetimet paraprake vijojnë për të sqaruar rrethanat e sakta të ngjarjes. Autoritetet theksojnë gjithashtu se mungesa e ndriçimit në këtë segment rrugor mund të jetë ndikuar në aksident. Ky rast vjen si një kujtesë e trisht për rëndësinë e respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor dhe për kujdesin maksimal në drejtimin e automjeteve, sidomos në segmente të errta dhe të rrezikshme.